Ju ka ndodhur që t'jeni njëkohësisht i agjëruar në fushën e lojës në stërvitje? Po, ka ndodhur shpesh herë, duke ditur se çdo njeri e planifikon se çfarë do ndodh gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit dhe gjatë vitit. Planifikimi i klubit është tjetër sen, po edhe njeri si person e planifikon këtë. Edhe agjerimi mund të qëlloj, se futbolli ndodhet para garave edhe gjatë garave. Mund të qëlloj në fazën pregaditore, që është shumë e vështirë, po me bindje ndaj Zotit dhe si obligim që kemi, atëherë edhe ka qëllu dhe kemi agjeru pa problem. Pas një lloj problemi. Pas një lloj problemi. Sepse është gjithmonë kjo dilema, po si doja dalin pa ushqim, pa ujë, gjitha e konsum fizik. Po problemi është më shumë te uji, po kur e ke bindjen e madhe, domethënë që Zoti e ka bërë si obligim agjerimin, atëherë kjo ndihmon më shumë t'jep forcë, vullnet, edhe nuk ke problem për agjerim. Është e vërtet kjo, profesor, që kështu ndodh? Pa dilemë, s'ka diskutim se ndjenja shpirtënore merr pjesë edhe në aktivitete të ndryshme sportive. Kështu që ajo është ndjenja një vetë dominimit, një vetë kënaqësie. Ajo është dimension që njeriu gjithmonë e pasuron. Kështu që lëvizja, aktiviteti si stimulator, që është shpirtënor, mendor edhe muskular, gjithmonë e ngrit njeriun edhe e rregullon që ai gjithmonë të jetë shumë produktiv në jetën e tij.